Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Nga sot hynë në fuqi ndryshimet e kodit rrugor me masa më të ashpra për shkelësit, heqje përjetësisht e patentës për drejtuesit e dehur për sëritës, gjoba dhe pezullime për shpejtësinë, ndërsa përdorimi i celularit 2 herë brenda vitit sjell 3 muaj pezullim të lejes së drejtimit. Rregullat e reja edhe për drejtuesit e rinj edhe të miturit në timon. Një vit pas hapjes, Galeria e Arteve në Dervician po një fluks vizitorësh, punimet e artistëve vendas dhe të huaj, që pasqyrojnë bukuritë dhe traditat e Dropullit, po e kthejnë këtë hapësirë në një pikë tërheqëse të turizmit kulturor. Në 83 vjetorin e krijimit të batalionit Asim Zeneli, u nderua kontributi i bijve dhe bijave të krahinave të Kardicit, Kurveleshit, Gjirokastrës dhe më gjerë në luftën antifashiste nacional çlirimtare. 104 dëshmorë të këtij formacioni partizan flijuan jetën në luftën kundër okupatorit nazi-fashist në emër të lirisë dhe idealeve demokratike. Sotira e Dropullit të Sipër më kthye në një takim të veçantë me artin dhe kujtesën, duke nderuar në 85 vjetorin e lindjes Stavri Çatin, mjeshtri i madh që prej 6 dekadash i është përkushtuar pikturës, skenografisë dhe kostumografisë. U prit në vendlindje mes bashkëshortarëve, miqve dhe personaliteteve të artit dhe kulturës. Ju njohim tani më gjerësisht. Nga sot, hynë në fuqi ndryshimet e kodit rrugor me masa më të ashpra për shkelësit, heqje përjetësisht e patentës për drejtuesit e dehur për sëritës, gjoba dhe pezullime për shpejtësinë, ndërsa përdorimi i celularit 2 herë brenda vitit sjell 3 muaj pezullim të lejes së drejtimit. Rregullat e reja janë edhe për drejtuesit e rinj dhe të miturit në timon. Nga sot, hynë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor, të cilat sjellin masa më të forta ndëshkuese për shkeljet që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë dhe synojnë rritjen e sigurisë në rrugë. Një prej ndryshimeve më të rëndësishme lidhet me drejtuesit e mjeteve që kapen në mënyrë të përsëritur duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Në këtë rast, leja e drejtimit do të hiqet përjetësisht, ndërkohë personat të moshë madhore që drejtojnë automjete pa qenë të pajisur me leje drejtimi do të ndëshkohen me gjobë dhe nuk do të kenë mundësi të pajisen me patent. Masat e reja janë parashikuar edhe për të miturit që kapen në timon. Sipas ndryshimeve, ata do të kenë të drejtë të regjistrohen autoshkollë vetëm pasi të kenë mbushur moshën 20 vjeçare. Ndryshimet prekin edhe drejtuesit e rinj të mjeteve për të cilët shpejtësia maksimale lejuar në autostrada do të jetë deri në 90 km/h. Në rast të tejkalimit të shpejtësisë, parashikohen gjoba nga 5.000 deri në 15.000 lekë. Pezullimi i lejes së drejtimit për 1 muaj si dhe heqje pikësh nga patenta. Një tjetër risi është se nuk do të lejohet më konvertimi i pezullimit të lejes së drejtimit me pagesën e një gjobe të dyfishuar. Po ashtu, ashpërsohen dëshkimet për tejkalimin e shpejtësisë në zonat e banuara pranë shkollave, si dhe për zhvillimin e garave apo kryerjen e manovrave të rrezikshme në rrugë. Për këto shkelje parashikohen gjoba që variojnë nga 20.000 deri në 60.000 lekë. Ndryshime ka edhe për përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit. Nëse një drejtues automjeti identifikohet 2 herë brenda një viti duke përdorur celularin në timon, leja e drejtimit do t'i pezullohet për 3 muaj. Ndalimi i përdorimit të celularit nuk kufizohet vetëm tek drejtuesit automjeteve, por shtrihet edhe tek personat që drejtojnë biçikleta, motor deri në 50 kubik dhe monopatina. Me hyrje në fuqi të këtyre ndryshimeve, autoritetet synojnë të rrisin disiplinën në qarkullimin rrugor, të parandalojnë shkeljet e rënda dhe të përmirësojnë sigurinë për të gjithë përdoruesit e rrugës. Këtë fundjavë gushti, Gjirokastra mirëpret një tjetër ngjarje që i shton gjallëri sezonit turistik. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, ka ftuar qytetarët dhe vizitorët të bëhen pjesë e Çeçofest 2026, që zhvillohet më 7, 8 dhe 9 gusht në Kalan e qytetit. Trinet me muzikë, energji dhe artistë nga Shqipëria e bota do të sjellin një atmosferë të veçantë në një prej monumenteve më të njohura të trashëgimisë shqiptare. Festivali
vjen në një kohë kur Gjirokastra po përjeton një sezon të suksesshëm turistik, me mira vizitorë që zgjedhin qytetin e gurt për historinë, arkitekturën, traditat dhe aktivitetet kulturore, nga kaldrëmet e pazarit deri te muret e Kalas. Gjirokastra vijon të ofrojë përjetime të veçanta duke e kthyer verën në një festë të kulturës dhe turizmit. Maldivet shqiptare edhe këtë sezon veror kryesojnë listën e destinacioneve më të kërkuara turistike. Plazhet e Ksamilit janë të mbushur me pushues vendas dhe të huaj, të cilët mahniten nga ujërat e Kristalta, natyra dhe bukuria e Rivierës së Jugut. Fluksi i lartë i vizitorëve po e konfirmon Ksamilin si një nga pikat më të preferuara të turizmit shqiptar. Ksamili është kthyer në këto ditë të muajit gusht në një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj, të cilët e zgjedhin për të kaluar pushimet e tyre verore. Plazhet me ujë të kristaltë, natyra e bukur dhe atmosfera relaksuese kanë tërhequr një numër të lartë vizitorësh, të cilët shprehen të mahnitur nga bukuritë që ofron kjo zonë. 7 zile suntem în Ksamil, dar o să Jemi për 7 ditë në Ksamil, por ndoshta do ta zgjasim qëndrimin. Është hera e parë që vim në Ksamil. Deri tani kemi qenë vetëm në këtë plazh, por do të vazhdojmë të vizitojmë edhe vende të tjera. Përshtypjet janë shumë të mira dhe patjetër do të rikthehemi. Ndoshta që këtë verë. Splendide, kristaline. Plazhet dhe deti janë shumë të bukura. Uji është jashtëzakonisht i pastër, kristal. Është vërtet mrekullueshëm. Për herë të parë që shohim këto plazhe dhe njerëzit, mendojmë se janë shumë miqësorë dhe plazhet shumë të pastra. Në vendin tonë kishim dëgjuar disa gjëra negative, por nuk është as pak ashtu. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe mirëkuptues. Çmimet janë shumë të lira, vërtet shumë të përballueshme. Vetëm shezllongët janë pak më të shtrenjtë, por është normale pasi bëhet fjalë për beach club. Mendojmë se deti është më i miri, kemi mbërritur vetëm dje dhe po qëndrojmë në Ksamil, por duam të vizitojmë edhe Sarandën, Durrësin dhe zonat përreth. Përveç turistëve të huaj edhe emigrantët shqiptar që jetojnë jashtë vendit po zgjedhin Ksamilin si destinacion pushimesh, mes tyre janë edhe vizitorë nga Maqedonia, të cilët e rikthehen për të kaluar pushimet në Shqipëri, duke vlerësuar Bregdetin, mikpritjen dhe çmimet e arsyeshme që ofron vendi. Neve jemi nga Maqedonia, po jetoj në Suedi. Kjo është dita e dytë këtu në Ksamil. Po më pëlqen deti, ambienti, shumë bukur duket. Kjo është hera parë këtu në Ksamil për mua. Unë kam qenë në Shqipëri përpara, ama kjo është hera parë në Ksamil. Ama duket shumë bukur. Edhe njerëzit shumë bukur, ambienti, dolëm në mbrëmje dje, mbrëm. Rritja e fluksit të pushuesve gjatë këtij sezoni veror po e konfirmon Ksamilin si një nga pikat më të kërkuara turistike në jug të Shqipërisë. Operatorët turistik dhe bizneset vendase shprehen optimist për pimësinë e sezonit, ndërsa interesi i lartë pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Vjosa është vërshim valësh, emocionesh dhe përjetimesh frymëzuese si vetë lumi. Këto ditë vere, ujërat e Vjosës janë kthyer në një arenë aventure për turistët që zgjedhin ta zbulojnë jugun ndryshe. Në një video të shpërndar nga deputetja Mirela Kumbaro, shihen turistë duke përjetuar emocionet e rafting në ujërat e lumit, me zvalve shpejtësisë dhe peizazheve spektakolare që ofron Vjosa. Një eksperiencë që bashkon adrenalinën me natyrën dhe po tërheq gjithnjë më tepër vizitorëve ndase të huaj, sepse vera në jug nuk është vetëm det, plazh dhe diell, është edhe lum, aventurë dhe emocione të forta. Vjosa me rrjedhën e saj të lirë dhe natyrën përreth, po kthehet gjithnjë më tepër në një destinacion për turizmin e aventurës, një tjetër mënyrë për ta përjetuar verën, këtë herë me ujërave të një prej lumenjve më të veçantë të Shqipërisë. Më shumë se 250 kontraktor do të administrojnë tashmë kërkesat për prokurim përmes platformës së re elektronike prokurimet obp.al. Përgatitja, nënshkrimi dhe vulosja e dokumentave do të kryhen online duke shmangur vonesat dhe dorëzimet fizike. Synimi është më tepër shpejtësi, transparencë dhe efikasitet. Një tjetër hap drejt digitalizimit të administratës publike vjen në fushën e prokurimeve. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ka bërë të ditur nisjen e platformës së re elektronike të prokurimeve prokurimet.obp.al. Platforma synon të ndryshojë mënyrën se si institucionet administrojnë kërkesat për prokurim, duke e zhvendosur të gjithë procesin në një mjedis tërësisht digital.
Më shumë se 250 autoritete kontraktore do të mund të kryejnë përmes sistemit të ri përgatitjen, nënshkrimin dhe vulosjen elektronike të dokumentacionit, pa pasur më nevojë për printim dhe dorëzim fizik të dokumenteve. Rrugtimit të përdorimit të dokumentacionit në letër dhe eliminimit të proceseve të dorëzimit fizik. Platforma do të përdoret për administrimin e kërkesave që lidhen me prokurimet për punë, mallra dhe shërbime, me synimin që procedura të zhvillohet më shpejt dhe në mënyrë më efikase. Temperaturat e larta dhe ekspozimi i shtuar në diell gjatë këtyre ditëve të verës e bëjnë mbrojtjen e lëkurës një domosdoshmëri. Dermatologët këshillojnë që kujdesi të mos kufizohet vetëm gjatë pushimeve në plazh, por të jetë i përditshëm dhe gjatë gjithë vitit, veçanërisht për fëmijët dhe personat me faktor të shtuar rreziku. Dielli është pjesë e pandashme e verës, por ekspozimi i pakontrolluar mund të kthehet në një rrezik serioz për shëndetin e lëkurës. Melanoma mbetet forma më agresive e kancerit të lëkurës, ndërsa rastet e diagnostikuara janë në rritje. Për këtë arsye, specialistët këshillojnë shmangjen e ekspozimit të zgjatur në diell, veçanërisht në orët kur rrezatimi është më i fortë. Dermatologja Entela Shkodrani apelon për kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve të nxehta, duke theksuar se mbrojtja nga rrezet ultraviolet duhet të jetë një rutinë e përditshme dhe jo vetëm një masë që merret gjatë pushimeve. Ne gjatë gjithë kohës flasim për mbrojtjen nga dielli, kryesisht për të parandaluar kancerin e lëkurës dhe më shumë për melanomën, e cila është një patologji më vdekjepruese dhe fatkeqësisht nga ajo që po shohim përditësh është një patologji që po shtohet gjithmonë më tepër. Një tjetër këshill është për personat që janë të diagnostikuar me kancer lëkure dhe që kanë pasur episode me kancer lëkure jo vetëm në vetë si persona, por edhe në familje. Kategoria tjetër për cilat ne si dermatolog jemi të shpeshherë të shqetësuar është kategoria personave që kanë smundje kronike të lëkurës, që sensibilizohen shumë nga ekspozimi në diell. Pra, ekzema, psoriaza, dermatite, rozacia, lupuse, diskoide të fytyrës apo dhe të trupit. Të gjithë kjo kategori personash e kanë të ndaluar ekspozimin pa mbrojtjen në periudhën e verës. Kategoria e tretë që ne drejtohemi rregullisht janë fëmijët e vegjël, sepse të gjithë e dimë që djegjet nga dielli në periudhën e fëmijërisë së hershme janë një faktor predispozues për melanomën. Prandaj ruajeni fëmijët, mos i ekspozoni rregullisht në diell, përdorni kremin mbrojtës, zgjidheni mirë kremin e dur për fëmijët, sepse ju dini që ka pasur edhe shumë polemika për kremin e diellit, jo filter fizik e filter kimik. Mos dëgjoni rrjetet sociale, mos dëgjoni se çfarë thuhen në rrjetet sociale. Krahas kremit mbrojtës, specialistët rekomandojnë përdorimin e kapeleve, veshjeve që mbulojnë lëkurën dhe qëndrimin në hije, sidomos gjatë orëve të pikut. Në verë mbrojtja nga dielli nuk është thjesht një çështje estetike, është një mënyrë e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin e lëkurës sot dhe për të ulur rreziqet në të ardhmen. Një vit pas hapjes, Galeria e Arteve në Dervician po njeh fluks vizitorësh. Punimet e artistëve vendas dhe të huaj që pasqyrojnë bukuritë dhe traditat e Dropullit, po e kthejnë këtë hapësirë në një pikë tërheqëse të turizmit kulturor. Galeria e Artit në fshatin Dervician të bashkisë Dropull, e çelur në tetor të vitit 2025, po kthehet në një pikë të rëndësishme tërheqjeje për vizitorët, me piktura të dhuruara nga artistë brenda dhe jashtë vendit, të cilat pasqyrojnë pamje piktoreske të zonës. Galeria sjell më pranë kulturën dhe traditat e Dropullit. Përgjegjësia e kësaj galerie, Julia Diamanti, shprehet se synimi është pasurimi më tej me piktura të tjera.
Në këtë periudhë kemi patur shumë vizitor, kryesisht nga Greqia. Ka qenë një pikë tërheqëse për të gjithë, janë të interesuar për të parë pikturat tona. Kemi një shumëllojshmëri pikturash, të cilat janë dhuruar nga piktorët e zonës të Dropullit. Kemi dhe skulptura, kemi pejsazhe nga zonat e Dropullit, piktura, portrete dhe agiografi. Pritet që të pasurohet akoma, jemi duke bashkëpunuar me artistët e zonës tonë për të sjellë edhe punimet e tyre, për të sjellë në galerinë tonë. Gjatë kësaj periudhe kemi patur vizita jo vetëm nga Greqia, kemi patur edhe nga vizitor vendas, nga shkollat, dhe kryesisht nga vendasit që kthehen tani në gusht në zonën tonë. Në ta vizitojnë dhe galerinë tonë edhe kënaqen, domethënë është një gjë shumë e bukur, edhe ndihen krenar. Bashkia Dropull synon që galeria të shndrohet në një destinacion të qëndrueshëm kulturor, duke tërhequr gjithnjë më tepër vizitor dhe duke promovuar vlerat artistike e historike të Dropullit. Në 83 vjetorin e krijimit të batalionit Asim Zeneli, u nderua kontributi i bijve dhe bijave të krahinave të Kardiqit, Kurveleshit, Gjirokastrës e Mëgjer, të cilët dhanë jetën në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Ishin 104 dëshmor të këtij formacioni partizan, të cilët e flijuan jetën e tyre në luftën kundër okupatorit nazifashist në emër të lirisë dhe idealeve demokratike. Në Gjirokastër, në fushën e Kardiqit, është përkujtuar 83 vjetori i krijimit të batalionit partizan Asim Zeneli. Në aktivitetin e zhvilluar në lapidarin në nderim të kësaj ngjarjeje historike, ishin të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, organizatës së veteranëve, familjar të dëshmorëve e të tjerë. Sot ulemi me nderim përpara kujtimit të luftëtarëve të batalionit Asim Zenelit. Në këtë 83 vjetor, shprehim nderimin, kujtesën dhe mosharesën e këtyre luftëtarëve. Si sot, 7 gusht 1943, u krijua batalioni Asim Zeneli me partizan nga qeta Hajredin Tremishti, Toto Bolena, Avni Rustemi dhe Qerqistopulli. Ky batalion është i pari në qarkun e Gjirokastrës si formacion luftarak, me rreth 360 partizan. Këtu u bë betimi komisar Shevket Peçi, komandant Rizavejpi. Komisar Shevket Peçi i dorëzoi flamurin e batalionit partizanit më të vogël, partizanit Flamur Micka nga Nivica e Kurveleshit. Në këtë formacion partizan u përfshin bija të krahinave të Kardiqit, Kurveleshit, Gjirokastrës, të cilët dhanë një kontribut të rëndësishëm në luftën antifashiste nacional çlirimtare. 104 dëshmorë të këtij formacioni partizan dhanë jetën në luftën kundër okupatorit nazifashist në emër të lirisë dhe idealeve demokratike. Nuk do t'i harrojmë kur dhe do ta bisedojmë dhe me brezat e arshëm, me fëmijët tanë dhe tjerë, të t'i kujtojnë me respektin më të madh, sepse u takon të vënë në pedestanin më të madh, më të lartë. Kemi ardhur këtu, familjarë të dëshmorëve të tjerë, për të përuruar, për të përkujtuar ata djemë e vajza të këtij batalioni, që dhanë gjakun në jetën e tyre për çlirim kombëtar dhe shoqëror. I paharruar qoftë të kujtimi i tyre. Gjithmonë labitarit e kësheshin mblidhen bijtë e Kurveleshit, mblidhen bijtë e Labërisë Shqiponja dhe Shqipërisë, mblidhen bijtë e Kurveleshit si në gusht të 43-shit. Dy heroj na përshëndesin, Asim Zeneli, Shevket Peçi. Vlerësimi dhe përkujtimi i ngjarjeve historike është pjesë e kalendarit të aktiviteteve të zhvilluara përgjatë këtij viti në Gjirokastër. Sotira e Dropullit të Sipër u kthye në një takim të veçantë me artin dhe kujtesën, duke nderuar 85 vjetorin e lindjes së Stavrit Çatit, mjeshtër i madh, që prej 6 dekadash i është përkushtuar pikturës, skenografisë dhe kostumografisë. Ai u prit në vendlindje mes bashkëfshatarëve, miqve dhe personaliteteve të artit e kulturës. Një ditë para kremtimit të shenjtit të saj, metamorfozës shpëtimtarit, sotira malore dhe turistike nderoi një nga bijtë e saj, në 85 vjetorin e lindjes së tij. Banor të zonës, drejtues vendor,
artist nga Dropulli, nga Pogoni, nga qyteti Gjirokastrës, nga gjithë minoritetet etnik grek, por edhe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, kanë ardhur sot për të nderuar mjestrin e madh Stavri Çati. Një ceremoni shumë e veçantë, ku sotiriot e ku të ndodhur dhe kryebashkiaku Dimitra Ktoli, nderuan mjestrin e madh, piktorin, skenografin, studiusin dhe kostumografin Stavri Çati. Vetë mjestri i madh, Stavri Çati, dihet shumë emocionuar në vendindjen e tij. Unë ka marrë shumë vlerësime edhe nga të tjera vendet, po të kësaj natyre me këto emocione vëllai më duket gjithmonë jesh një çik më ndryshe. Unë kam ardhur me ekspozitë një 4 herë. Këtë radhë mendova një çik më tepër. Faleminderit shumë organizatorëve, Këshillit Popullor të Fshatit që më vlerësojnë në këtë mënyrë. Faleminderit të gjithë shokëve të tjerë dhe nga të gjitha anët, të rinj të moshuar me shumë vite me mua në punë, me pak vite, po sa i kujtoj, sa si kujtoj, të gjithë faleminderit. Sa vite keni që ushtroni profesionin? Po të them të drejtën tani duhet të jeni 60 e sa. 60 e sa janë. Janë një çikë disa vite më të lehta, disa vite më të vështira. Mendoni se mund të kontribuoni akoma për sa i përket pikturave? Patjetër. Sidomos në 3 vende këtu tek neve, për shembull në Dropull, në Sotir, në Dervician dhe në Gjirokastër, në pinakotekat e tjera, unë do dhuroj një pjesë të krijimtarisë time. Për të nderuar artistin Stavri Çati kanë ardhur personalitetet të artë dhe të kulturës. Unë ndihem shumë i lumturuar për piktorin, për mjestrin e madh Stavri Çati dhe organizimi i këtij aktiviteti ku dhe unë jam pjesë në Sotir, në vendin e lindjes, është një nga gjërat më të bukura që mund të bëhet. Është një nga gjërat më të bukura. Stavri Çati është një nga piktorët nga më të mirët, jo vetëm në vendin në rrethin tonë, po në rang kombëtar. Ai ka rreth me qindra punë piktura në akrilik, në vaj, në qindisje, në të gjitha teknikat e kësaj. Stavri Çati ka qenë në të gjitha ekspozitat lokale dhe kombëtare prezent. Është ai që ka organizuar të gjitha të kostumet në festivalet kombëtare. Gjatë ceremonisë së nderimit të artistit Stavri Çati, përshëndetën shumë bashkëfshatarë, përfaqësues të ardhit, të politikës dhe të arsimit. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, ju takofshim.